të tjerë në aspektin familjar, se në mungat si vjetë vjehra ime, cila ka qenë me të vërtet një mshtytse, një mbështetje jamja shumë e mirë, si nga ana emocionale, nga ana suksesit, nga ana shpirtërore, nga motivi ditor, javor, jetësor dhe vjetor, me thonë. E ke humb vjerën, ka vdek vjera, Fatbuara? Po. Inshallah Zoti e ka mëshiru. Amin, inshallah. E ku ka ma mirë se me qenë vjerë kaq e mirë edhe mi meritu lutjet e nusës edhe pas vdekjes. Pa dyshim, 5 kohët e mjetë namazit aja është prezente, në këtë mujtë Ramazanit në mungan shumë, pa jesë mungan lutjet e tona. E lusëm Allahun e madhreshëm që këtë mujtë na i pranën lutjet tona, pa dyshim gjatë jetës të saj gjatë të 2 vjeqare, pa dyshim që Allahu ka më marrë në Firdaus atje, sepse jeta dhe vepra e saj ka bo që ju vesh një komunë, po dhe komuna tjera të flasin për ta. E kjo është pak që po na e zbeh Ramazanin nga ana emocionale, kur po vje koha iftarit, të syfyrit, po prap ne jemi që thëshën gjyshët tona se në ardhë për gjithë këto. Ne jemi njerëz që jemi ardhë me një mision, aja ka përmbyllë misionin e saj në mënyrën më të mirë, kështu që lutë Zotin që me pas na shembull ato, sepse ka qenë një femër 32 vjeçare që ka jap kontribut të madh në komunën e Dronasit, që e njohin gjithë. Kështu që pasi që dhe misioni ju të ke, dashta me nda këtë pjesë, me i motivu femrat, me kanë të mirat, sjellshme, jo veç gjatë muajit Ramazanit, po 12 muajt i vitit, me lënë shembull që shkalla vjera me të onë, për 13 vjetë që kam nda jetë me ta, e falenderoj Zotin që jam pjesë e familjes saj, dhe që vazhdoj t'i kem fëmijët që ka pas një gjyshe si aja. Unë të përshëndes shumë. Fatbuar, jo mos më shkëput, lutna, sa do që më kryove emocion, sepse humbja dikujt nuk është diçka thjesht, është diçka që me të vërtet bën me përjetu edhe pala tjetër. Po nuk është e zakonshme me ndëgju kaq shumë fjalë të mira prej nuseve, veç mas publikisht. Tash po më kujtohet që ke ba dhe postime në rrjetin e Facebookut, më kujtove taman. Është shumë pozitivitet, edhe në fakt po gëzona shumë që një mesazh i tillë edhe telefonusja e parë arriti me nda këto me neve. Po qysh po e menaxhon mungesën e vjerës, se po shihet që ke pas një lidhje të fuqishme emocionale. Qysh po e menaxhon që mos më të reflektu të fëmijët, po edhe të bashkëshorti? Ndoshta kur më gjallë me sy me latë, bus që ishi para tyne, se çfarë gjyshe kam pas, se që shukon aja, na du të me ndjek rrugën e saj, se çfarë gruja ndershme, që kur ajo gru s'ka dit me të këqyr me sy tjetër veç të i kesh, e ka gjithë zgjidhjen e dunjas ta ka pru ty ndurët e tua, kur ti ke dash një sukses, kur shtytja e parë, kur ti ke arrit, ka qenë duart rokitse e parë, jo veç për mu si nuse, po për familjen, edhe për krejt fshatin, edhe për krejt komunën e Dronasit, ajo ka pasë zgjidhje gjithmonë. Gjithmonë dhe ke problemet e vogla. Du të mi eliminu, të mdhaja du të mi bot vogla, motiv, që në suksesin tem ka ndiku jashtëzakonisht tepër shumë.